Largimi i të rinjve është kthyer në fenomen të shqetësues për Shqipërinë, pasi sipas të dhënave të Eurostat, vetëm gjatë vitit 2024 emigruan në drejt të vendeve të Bashkimit Evropian rreth 44.000 shqiptar. Pas pandemisë, në periudhën 2021-2024, nga vendi janë larguar të paktën 180.000 persona, pa përfshirë Greqinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, teksa grup mosha të 25-29 vjeç përbën peshën më të madhe të emigrantëve, i ndjekur nga mosha 30-34 vjeç. Pa ashtu vihet re edhe largimi i familjeve të reja me fëmijë, ku grupi mosha nën 15 vjeç përbën gati 18% të larguarve, duke thelluar më tej krizën demografike. Sipas kësaj vale të ndjeshme emigrimi, popullsia shqiptare po flaket me ritme shumë më të shpejta se mesatarja europiane, duke bërë që mosha mesatare të arrijë në 44.3 vjeç në vitin 2025 nga 34.7 vjeç që ishte 10 vite më parë, sipas revistës Monitor. Shqetësim mbetet edhe rënja e numrit të lindjeve, teksa shifrat tregojnë se nga mbi 82.000 në fillim të viteve 90, lindjet kanë rënë në rreth 21.000 në 2025, një rënje prej 74%. Po ashtu numri i atyreve që largohen vijon të jetë më shumë se 2 i atyre që kthehen, duke vendosur vendin përballë një prej sfidave më të rënda demografike në historinë e tij moderne.